Miq Prizmus, kisha dëshirë të trajtoja problemin e patriotizmit ose të adet dashurisë, edhe sigurisht garën që bëjnë shqiptarët me njëri tjetrin se kush është më patriot. Lexova, ose më mirë themi dëgjova, po them lexova, një post të një këngëtare dikurshme që quhet Mimoza Selimi. Edhe për nostalgji, edhe për mosh, është një respekt i madh që na shoqëron për atë lloj, si më thënë, atë lloj këngëtare, atë lloj edukate të asaj kohe, atë lloj mënyre të kënduarit, është pjesa e nostalgjisë, e moshës edhe nostalgji romantike që na shoqëron. Duke llogaritur edhe diktaturën e kohës, duke nese. Tashi, kjo zonja jeton jashtë edhe po tregonte base mund ta kenë sharë në rrjete, nuk e di, ka kështu. Maskaresh që jo vetëm që s'kan pjesë të edukatës normale, po janë të keq edukuar. Dhe ajo po shkruante që shiko se e duam edhe ne Shqipërinë, ne që jemi në emigracion, shqiptarët e emigracionit, në mos më shumë. Dhe unë tash do merrem vetëm me këtë frazë, sepse ajo është shkruar, lere çfarë thotë. Kur shkruan, koncentrohesh, domethënë mendon disa herë, mund edhe ta korrigjosh. Kur e flet, kështu si po bëj unë tash, veç nëse nuk dua ta editoj dhe mund ta rregulloj kur montoj klipin, por ama jam duke e thënë. Dhe mendimi është nga këtu me njerë shkurt. Nuk është se po e korrigjoj. Kur e shkruan, mund ta korrigjosh, e mendon më gjatë, ke kohë më tepër, nejse. Fjala në mos më shumë më bëri përshtypje. Dhe prandaj duhet bëj edhe unë në rastin konkret, pikërisht për këtë Mimoza Selimi, edhe arsyetimin tim, opinionin tim. Nuk ka asnjë shans që ta doni më shumë, as në mos më shumë. Sepse sigurisht keni zgjedhur për t'u larguar nga vendi. Një individ mund largohet nga vendi. Ka shumë arsye për t'u larguar nga vendi. Po kërkon një jetë më të mirë. Dhe kur këtë jetë më të mirë nuk e ndërton dot, nuk e percepton dot, nuk ka mundësi ta ndërtojë ke vendi i tij, largohet te një vend tjetër. Këtë e ka bërë gjithmonë shqiptari dhe do ta bëjë gjithë jetën e tij. Është larguar. Gjithmonë gjysma e Shqipërisë ose gjysma e shqiptarëve kanë qenë brenda. I vetmi moment ku ishin pothuaj të gjithë shqiptarët, përveç atyre që i arratisesin dhe ose hanin plumb i shpinës, o i arrestonin, o e psonin familjet, ishte koha e Enver Hoxhës, klonit. Të gjithë kohët e tjera, shqiptari ka ikur. Se ka menduar se mund të jetohet më mirë atje, mund të ndërtohet jeta më mirë atje. Po kjo nuk të bën më patriot. Sigurisht që mërgatat kanë rolin e tyre të madh. Shpeshherë kanë shitur mend me paratë e tyre, kanë shkuar për të dërguar paratë. Edhe kjo ka një vlerë ekonomike e financiare, por nuk ka vlerë patriotike. Nuk mund thua se je më patriot sepse ke shkuar jashtë, ke punuar, ke dërguar para këtu. E sidomos kur je larguar dhe ke rritur fëmijët atje, kur fëmijët kanë harruar gjuhën. Nuk mund të jesh më patriot. Kur kanë bërë shkollën atje dhe është brezi i dytë, mund të kesh nostalgji, mund të ketë Mimoza Selimi, nostalgjin për vendin e saj, kohës saj, etj. Nuk mund të jesh më patriot. Sigurisht që të dhem vendi dhe sigurisht që shqetësohesh edhe sigurisht që ndihesh keq, po kjo nuk të bën më patriot. As më, nuk e di si ta shpjegoj tash, as më të rëndësishëm. Sepse padyshim je duke vepruar në një vend tjetër, jeton edhe me hallet e atij vendi, sigurisht shef në televizor problemet e këtij vendi, po ndërkohë je duke jetuar atje. Në mos më shumë është fjalë jo e rregulluar mirë.
absolutisht nuk je i barabartë, në mos më shumë pastaj është romanticizëm. Është një grotesk i cili duhet pranuar për hatem që jeni jashtë, po jo se është i vërtetë. Mërgatën duhet ta respektojmë, por jo të marrim tepër vlera, sepse ka vendosur të ikë, të largohet nga ky vend. A imagjinoni atë pamje të një patrioti që largohet nga vendi dhe kthen kokën mrapa, shef vendin ku ka lindur? Atëherë ç'mund të thuash për ato që qëndrojnë? Për ata që psojnë të gjitha të mirat e të këqijat që ka ky vend. Çfarë mund të thuash? Është e kollaj ta ndërtosh jetën në një vend i cili është i ndërtuar tashmë. Siç janë vendet ku kanë shkuar në emigracion. Është më e vështirë të qëndrosh, ta ndërtosh, ta bësh këtë vend, siç është ai vendi ku ke shkuar ti emigrant i dashur, ti Mimoza Selimi. E si shumë të tjerë shqiptarë që kanë zgjedhur të jetojnë jashtë shtetit. Ju lutem, na i kurseni romanticizmat, na i kurseni, si t'ju them tash, patetizmin folklorik të një propagande e cila nuk vlen më. Nuk vlen më. Sidomos nuk vlen kur vini me fëmijë dhe ata nuk flasin shqipe. Ju lutem, na i kurseni. Ne shpresojmë, ne që jemi këtu, që kemi vendosur të qëndrojmë këtu, në të mirë apo shin, borë, me Sali Berishën, me Edi Ramën, me Fatos Nanon, me gjithë këta. A thu se kanë këta fajet, a thu se nuk i zgjodhëm ne, a thu se nuk nevi ne, shoqëria që i ndërtojmë këtë lloj backgroundi politik, të lloj mrekullie politike, a thu se si jemi ne, jemi jashtë, ne jemi në për shetite, në për Mars, ose si këta emigrantët që janë atje, ne veti kemi bërë këto punë. Po na e kursejnë, këtë patetizëm na e kursejnë, nuk mund t'jeni as më patriot, nuk mund t'jeni më as më atë dashurie e madhe, filozofike dhe politike, dhe nuk jeni në mos më shumë. Jeni në mos më pak. Sepse po e përsëris, dhe kjo është e fundit, keni vendosur mos jetoni në këtë vend. Jeni larguar. Vini o për pushime, o për të rregulluar dhëmbët, ose ju merr malli. Po nuk jetoni në këtë vend. Jeni pjesa jonë, jeni gjaku, trupi dhe shpirti jonë, po nuk jeni këtu. Dakord? Që revolucioni është me nderjush një mutësihane, kjo nuk ka asnjë lloj dallimi. Unë jam prerës qartësisht dhe saktësisht kundër revolucionit, sidomos kundër revolucionit përhershëm çegeverist, komunist, marksist, leninist, stalinist, enverist, maocedunist, kambodžian. Jam kundër këtyre revolucioneve të cilët sigurisht në botë kanë sjellë varfëri, kanë sjellë vujtje, kanë sjellë klika politike, kriminale, mbytëse të lirisë. Revolucionet e kohës sotve, edhe në Evropën perëndimore dhe për edhe ne, janë një përzierje midis ultra marksistave, neomarksistave, neokomunistave, postkomunistave, kriptokomunistave, të përzierë pastaj me idetë e reja radikale, dhe njëkohësisht me islamin politik. Në të vërtetë janë të dyja që shkojnë paralel, nuk janë miqësore fare me njëra tjetrën, por e ndihmojnë njëra tjetrën. Sepse cilado prej tyre që të vinë pushtet vret tjetrën. Të parët që psojnë nga përfundimi i revolucionit dhe marrje e pushtetit nga revolucionarët janë pikërisht revolucionarët. Ata do të pushkatohen të parët, ato do vendosen në gjotin të parët. Revolucionarët në Shqipëri janë sigurisht produkte të një karakteri jashtëzakonisht të keq, urrëtës që ka vetë shqiptari nga natyra. Janë produkte të fashizmit edhe komunizmit, që pjesë të kthyer në fashist, pjesërisht nga fundi i monarkisë edhe gjatë pushtimit
italian dhe gjerman, gjerman pak po sidomos italian, dhe pastaj 1945 në këtej komunist. Janë produktet të njëjtës ideologji, por e ndarë në luftë me njëra tjetrën. Nacional socializmit dhe sigurisht kena pas diktaturën e proletariatit dhe komunizëm socializmin fitimtar, kështu i thoshin. Por të dyja vinin nga i famshmi ndjekje rrugës të republikave sociale. Të dyja vinin nga republika demokratike të dikurshme, që sigurisht kishin shuajtur demokracinë, e kishin anuluar atë, ndërtonin thjesht pushtetit e tyre rrënuese, shkatruse, në një anë luftër klasa dhe internime e burgimin, në anën tjetër vrasje, anulim të demokracisë, parlamentarizmit, anulim të drejtës, drejtësisë në përgjithësi, moralit ligjor, anulim të përgjithshëm të lirive të drejtave të njerëzit. Revolucioni i sotëm në Tiranë i ngjan ky flamingo i ngjan pak bashkimit të islamizmit radikal, ka shumë grupe atje, partive të vogla, shtytjeve të mëdha, rrethimit të vet revolucionarëve flamingo nga partia e Sali Berishës, pavarësisht thirrjeve Ramanburg, Berishanburg, që në vetvete janë thirrje për idiotësh. Dhe pastaj aktet e dhunës, cilët kanë qenë me Berishën, janë me të gjithë. Por edhe radikalizmave, nuk e ditë partive të lapeve, të sheve, është partia e sheve për faqe të zetë. Sheja e vetë ka duhet mend, kujton se do të jetë nesër kryeministri i Shqipërisë, di vetëm për të ndershëm, një dhe shumë zgjuar. Normalisht i marrëdhëniet me një marksist postmodernist si Qori, me miqtë e tij në Evropë, cilët në mendimin tim janë për faqe të zezë, janë ultramajtis radikal, cilët bëjnë sherrë të mëdha. Nuk është një dhënë e mirë, është një dhënë jashtëzakonisht e keqe. Daljet me arkivol si imitacion 1998, e 14 shtatorit 1998, në kohë që Sali Berisha nxirrte në prit Azemajdarin, dhe u ta vrisnin sigurisht, brenda për vrasje, brenda për brenda një krahine, një tarikati njerëzish, dhe pastaj marrja me grusht shteti. Ati shteti që i ishte, shteti i Fatosnanos që i ishte, një shtet i ndërtuar nga natë e shtata që kishte shkatruar Sali Berisha, përbën aktin tjetër, parakalimi me arkivol, nëpërmjet atyre ftyrave që i shifni vetë ju, sulmimi prapi komisariatit thymi atë xhamit, dhe përdorimi i fjalës diktaturë. Imagjino tash këta maskarej të bënin kotën verit gjëra të tilla, se çfarë do të ndodhte. Këto maskarej duhet aprovonin të bënin thynin, si me thënë, shkonin me arkivol Erdoganit ose Putinit, dhe të thynin komisariatet e Erdoganit dhe Putinit, që ta shikonin. Po jo vetëm të Erdoganit dhe Putinit, po të aprovonin të bënin për shembull në Prag, të aprovonin të bënin në Berlin, të aprovonin të bënin në Paris. E kanë bërë në Paris, por ju ka hyrë policia në dru. Të aprovonin të bënin edhe në Perëndim. Të thynin një komisariat policie dhe të shikonin çdo bënte policia me ta. Po këtu justifikohen kemi klik, kemi diktaturë. Një diktaturë që lejon këta të thyejnë Shqipërinë dhe të shkatrojnë Shqipërinë. Kjo është diktatura e tyre. Këta i thonë diktaturë, kur bie diktatura, kanë mësuar nga Sali Berisha. Sali Berisha u bë antikomunist, kur s'kishte më komunizëm. Edhe këta janë antidiktaturë, po ndërtojnë lirinë dhe Shqipërinë e re, demokratike, kur ajo është demokratike. Këta që i lejon këta të shpërdorijnë lirinë. Kjo është mënyra më e mirë për ta perceptuar pak a shumë këtë morbozitet të këtyre jo vetëm ignorantëve, delirantëve. Po imagjino kur shoft duke ardhur nga gjithë ajo diasporë fantastike që kemi, që punojnë dhe që jetojnë me mundë me djerës, vinë kry maskaret, hajdut, xhepash, njerëz burgaxhi, njerëz të hurit e të litarit, njerëz që s'paguajnë taksa dhe njerëz që kanë sherrë edhe atje edhe këtu. Hashashli edhe kokaina gji, gjithë farë maskaresht, e me të shtyre pastaj ka dhe mitoman, idiot që si kanë këto karakteristika, po që duan që të sundojnë pikërisht këtë lloj turmet.
Dhe këta sigurisht duhet bëjnë pastaj edhe qeverinë e re, mbledhja e disa njerëzve për të ndërmarrë hapa ligjor dhe me këtyre, po duke mos diskutuar asgjë, dhe gjitha hapat ligjore që dihen deri tani janë më antiligjore që mund të ketë parë ndonjëherë historia e marrëzisë politike të këtij vendi. Nuk mund bëhen më jo vetëm të marrë, po edhe keqan të historisë politike. Këta e bëjnë nder pastaj edhe Edi Ramës, arrogancës tij dhe arrogancës pushtetit tij për 13 vjet. Dhe këta i bëjnë nder edhe krimit të Sali Berishës, modelit tij kriminal si në pushtet ashtu edhe në opozitë. I bëjnë nder sepse këta janë edhe më të poshtër. Këta janë edhe më arrogant, këta janë edhe më kriminal, këta janë edhe më ignorant. Pra, kemi të bëjmë me një shturje të revolucionit në vazhdim, të revolucionit të përhershëm, që mos lejnë ditë që ti të rish rehat, vite që ti të rish rehat, jo duhet patjetër të protestosh, shkatrosh vendin, të kundërshtosh gjithçka, të shpallësh tradhtar, të kërcënosh, të thyesh, të prishësh, ta bësh jetën e një shteti të pamundur për të jetuar dhe thuash pastaj e bëm, është kjo klika që i ka hequr shqiptarët në korrupsionin e saj. Këta korrupsioni janë gjithë pothuajt korruptuar. Këta që bërtasin kundër korrupsionit janë njerëzit më të korruptuar që ka. Janë të korruptuar në mendjen e tyre. Janë error 504 dhe janë korrupsioni i gjallë. Duke i ndarë sigurisht nga ata që e kanë seriozisht. Edhe atë që thot Edi Rama që do mundohemi t'i lexojmë, është një pjesë e grotesku tij, e provokacionit tij, sigurisht Edi Rama është provokatori më i madh i këtij vendi. Se nuk ka nevojë t'i lexojë tash, ka vite që duhet t'i lexonte. Duhet kuptonte që një pjesë e madhe e pushtetit tij është jo vetëm i korruptuar, po është arrogant deri në atë pikë sa mirë se provokon këta lumpen proletariatin më të shelbur që ka parë në historia. Po më provokon edhe mua që jam mësuar gjithmonë të zbatoj ligjet e shtetit. Që e kam seriozisht edhe sinqerisht me qytetërimin dhe me vendin tim. Edhe imagjino tash midis sa zgjermeve jam. Jemi midis një arroganti dhe arrogance të Edi Ramës, në përgjithësi arrogancë korruptive. Jemi midis një kriminali dhe krimi si Sali Berisha. Jemi midis flamingove të shturur dhe të shturur. Një konglomerat maskaresh në bulevard, hiq pjesën normale, cilët sigurisht pastaj largohen vetë. Dhe pa besueshmërisë se kjo gjë mund të sjellë në ky revolucioni që mund të sjellë sigurisht në diçka pozitive. Jemi në përfaqe të zezë, sepse një shoqëri e tillë jemi. E pra kemi evoluar, kemi rregulluar makinat, jemi kuruar më mirë, kemi rregulluar shtëpitë, janë rregulluar dhe rrugë, janë rregulluar shumë gjëra, por nuk është rregulluar mendja jonë. Edhe me sa duket, kjo lloj shoqërie, po në trajtën e asaj të 1945-s kemi qenë, kur e morin dorën veri. Këta duan të pjellin një diktaturë të re. Është e vështirë që ta pjellin, nuk e formojnë dot. Duan të shpikin dhe të propozojnë një marrëzi të re të tillë, ose të ngjashme me të, por nuk besoj se do ndodhë kjo gjë. Me që jemi korruptuar, do vazhdojmë kështu në korrupsion e sipër, por do ruajmë në një farë mënyrë tiparet e demokracisë. Nuk do kalojmë dot në tiranokraci, nuk do kalojmë dot në diktaturë. Sepse pastaj do ta kishin provuar këta maskarej që dalin me maska, ato vajzat shaljashte dhe gjoks fryra që han kokrën e mutit duke bërë muhabet e TikTokut, ato të shmenura që dalin paguen diku, atëherë do ta kuptonte edhe Sorosi se si mund veprojnë në Shqipëri, ka 36 vjet që vepron si legend. Jo vetëm ke ne, po gjithë botën. Se çdo të ndodhe, Enveri ja tregonte këtyre. Mirë po, normalisht, Enveri jo vetëm ka vdekur, po ka vdekur edhe historia e tij. Thjesht ne duhet ta tregojmë që të kuptojnë këta çdo të thotë diktaturë. Këta nuk kanë për ta kuptuar, por në një farë mënyrë kanë për të humbur, pikërisht se nuk e kanë kuptuar. Po provojnë, po për të humbur, e kanë sigurt që do të humbin.